Kjo bukuroshe është me muqe 3 vjet. Kam e pas benzinën pa pare 1 vjet. Parkingu pa pare. Me folë për punën e kolonave në Prishtinë nuk është më interesat se i na bojmën. As nuk i llogari me shku me karë në punë, as nuk i llogari me pagu taksi se bëj shtrejt edhe prap vonohesh, po ka diçka këtri. Kjo Ventoro by Automita e ka bo një ofertë ekskluzive me Vespa. Për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. E di që po do këtë pak si fushat para zgjedhore, po ju premtoj s'kemi ambicje për politikë. Kështu që mos bëni pyetje për politikë. Po kemi ambicje me zgjidh një problem shumë të madh të Prishtinës. Na e dim që sot një të problemet më të mëdha të Prishtinës është trafiku. Problem i një qytetit që është në rritje të madhe dhe nuk po ka zgjidhje tjetër. Po ai problem na e ka bërë jetën me dash Prishtinën më pak. Ma zor po takohemi, ma zor po mrim. Kemi një ankth me shkutrit të destinacioni i fundit. Si pasoj, qytetari sot është i vujt. Është i vujt se trafiku në Prishtinë po ka implikime të mëdha në kohën sa njeri për harxhon në komunikacion, në kostën e tina, në mirëqenien e tina, po edhe në vetë ambientin. Që na sot çtu po e thithim për shkak të komunikacionit që është atje prandaj. Kështu që të vendosëm në kontribut këtë zgjidhje, jemi bashku me partnerin ton HIB, korporatën më të madhe në Kosovë, me ofru diçka që nuk ofru asnjëherë deri sot për trafikun në Prishtinë. Dhe për këto jemi të bindur. Jemi të gatshëm me e shliru Prishtinën nga ankthi i trafikut dhe i parkimit. Oferta jonë është shumë e thjeshtë. Nuk është ofertë, është mundësi. Për herë të parë në Evropë, jo veç në Kosovë, kushdo që kalon në vozitje të Vespës, ka me pas benzinën pa pare 1 vjet. Sakt tash, nuk fola gabim, 1 vjet benzinën pa pare. Kudo që ka korporata HIB, pompat e benzinës, me kartel të benzinës HIB, benzina është pa pare prej momentit që e blen 1 vjet. Dhe këtë kjo kushton 58 euro në muaj. Vespa fillon në 58 euro në muaj. Parkingu pa pare, benzina pa pare, dhe normal që e ka lejen pa pare se kjo vozitet me leje B. Çka do me thonë? Një qytetar sot në Prishtinë i konsumon deri në 200 euro parking dhe benzin në veprim në Prishtinë. I ka llogaritjet tona thonë që 80 minuta ose 1 orë 20 minuta në ditë i harxhon një person i rëndom në trafik. Këto janë zgjidhje. Kjo bukuroshe është me muqe 3 vjet, edhe për me vozit s'di pa e provu, s'di që ta sfjegu, domthonë është pështem për komunikacion, për me kry punë, për me shetit, për mu arktu, për gjitha. Vespa është domthonë pështem për gjitha, për kohën, për knacin. Sa është rekomandueshëm për çika, për Ma e mirë është për femna, Vespa është kulti femna, që po e komën edhe këto domthonë që simbolizon femnën. A kemi ma bo një gjero tani? Gjithë. Faleminderit ju. Hajde me mu me bo një gjero. Edhe do në mbinë me bli Vespën në vona, po? Hajde, vaj! Në mbinë tash i shetë që kom. Qite kom? Qite kom të të? Ujë kom? A qëto, oke, hajde. Vaj! Faleminderit shumë. Edhe unë Vespinësja e re po m'doket. Vespa voziti për vitit 1996, deri thash se kemi në mundal për me vozit Vespën është shumë let, para që të paten shoferin e merë lenë edhe vjen antarëzosh kloptonin edhe bojmë rutas bashkë. Po është e mirë se përfiton shumë nga Vespa, arsyet janë pritet komunikacioni kemë shumë të shkurta, kemë parking ku të shkojmë, është komode, është edhe për kohës për stinën e dimrit, do thëtë se t'i afron mundësit për me vozit edhe gjatë dimrit. Kisha bo apel gjithve me pas ka një Vespë, se është shumë e mirë, shumë e letë për me zhvillu gjatë ditës. Unë në qytet kam punë 10-15 herë në ditë edhe me Vespë 5 minuta e ku dush. Automita ka bo një mundësi shumë të mirë, do thëtë për njerëz të ri që dojnë mu pajis me Vespë, arsyet se janë i ka me rata mi marë pagesat se të llogarit që Vespa është një motor, një skuter jo shumë i lirë, edhe ka ofru Automita këtë mundësi për me bo pak ma lirë. Vespa është identitet, Vespa është status, nuk është mjet udhëtimi.
Prandaj Vespa është zgjidhja e dur për a kemi mjaftu shumë mjete? Na besojmë që po, na kur e kemi lajmëruar këtë kampanjë në nivel të qendrës në Itali, edhe ata kanë qenë të shokuar sepse o diçka që nuk ka pa Evropa. Po na jemi të bindur që bashkë me HIP-in kemi mjaftu shumë kapacitet për me ofru këtë për keq qytetarët, edhe i qëndrojmë mrapa kësaj oferte publike, që shpjegoj me tash e një vjet benzinën pa parë kushdo që kalon në skuter prej Kerit.